Janë bërë pothuajse 2 muaj që nga fillimi i zbatimit të listës së unifikuar të çmimit të barnave nga Ministria e Shëndetësisë, por situata në treg po del të jetë sfiduese. TV Dugazhini ka blerë një tablet Daleron që përdoret kundër dhimbjeve të lehta dhe merret pa përshkrim të mjekut në 3 banatore të ndryshme, por ai nuk e ka çmimin e njëjtë. Që nga 1 shkurti, Ministria e Shëndetësisë kishte deklaruar se Inspektorati Farmaceutik do të jetë plotësisht i angazhuar për të monitoruar dhe zbatuar këtë reformë. E deri tani, sipas një përgjigjeje për televizionin, Ministria e Shëndetësisë tregoi se janë bërë mbi 400 inspektime. Nga kjo dot, Inspektorati Farmaceutik ka filluar zbatimin e këtij vendimi të ministrit, ku deri më tani janë kryer 460 inspektime në qarkullues farmaceutik me pakicë barnatore. Gjatë këtyre inspektimeve është vënë re se banatorët janë në procesin e vendosjes së çmimeve të reja për produktet medicinale. Televizioni ka përcjell pyetje në drejtim të Inspektoratit Farmaceutik, respektivisht kryeinspektorës farmaceutike Remzie Thaqit, duke kërkuar informacione nëse ka dënime për farmacitë që nuk e kanë zbatuar ligjin, por deri në publikim të kësaj kronike nuk kemi marrë përgjigje. Se ky ligj nuk po zbatohet, po e thon edhe nga Oda e Farmacistëve të Kosovës. Vendimi për unifikimin e çmimeve të barnave po tentohet të bëhet në mënyrë të pjesshme dhe jo në tërësi. Çmimet e barnave edhe janë ulur edhe janë ngritur, mirë po jo në formatin drastik siç i ka prezantuar Ministria e Shëndetësisë. Pavarësisht të gjithave, nisma ka shkaktuar probleme në treg, duke bërë që shumë produkte esenciale të mungojnë, kryesisht për shkak se kompanitë nuk po importojnë për shkak të kostos më të lartë sesa çmimi i shitjes në Kosovë.